Po unë e thash në momentet caktume do thot kur ju duhet politikanëve e përmendin luftën shqyrtare dhe në momentet caktume në përjetor shkojnë vizitojnë, pojnë homazhe, flasin fjalë të mëdha mirë, po prej momentit që largohen aty merren pak me këto figura kombëtare të cilat e kanë marrë jetën për lirinë e Kosovës. Merren pak me invalid të luftës, sepse është sot po jetojmë në vitin 2025 dhe jemi në fund të këtij viti. Për 5 vite nuk ka arrit qeveria me ja siguru asnjë jetë invalidëve të luftës për me shku në përbonja për rehabilitim. Edhe pse kërkesat tona nuk kanë mungu, i kemi me vjetra kërkesa që i kemi drejtuar në drejtësinë, fatkeqësisht nuk kemi marrë përgjigje pozitive. Ata luftëtarë, ato plagë i kanë plagë të lirisë, do thotë i kanë plagë për vendin e vet, për lirinë e Kosovës, edhe kështu që duhet me i marrë për bazë institucionet e Republikës Kosovës, duhet me qenë më të kujdesshëm. Edhe me i marrë parasysh shqetësimet e tyne, plagët e tyne, edhe me u kujdis, do thotë me pas një trajtim më të mirë, qoftë në rehabilitim, qoftë në shëndetësi, qoftë me i dhënë përparësi, do thotë nëpër institucionin punësim, sepse edhe shumë luftëtarë kemi pa punë edhe kështu që do thotë nuk po arrin me gjetë veten në këtë shoqëri, sepse nuk po i jepet asnjë përparësi edhe pse ka dhënë kontribut për vendin.